faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Kush do ta kishte imagjinuar atë 31 maj që pas 81 ditësh ne do ishim këtu nga një spudo jashtëzakonshme, nga spudo e natyrës, për mbrojtjen e të përbashkëtës tonë dhe për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore. Natyrisht që shumë herë na pyesin, ore, çfarë do merrem me natyrën kur ne kemi hallë për të zhvilluar, kemi hallë për të ushqyer, kemi hallë të tjera. Po në fakt nuk janë probleme të ndara, është thellësisht i njëjti problem që na përket të gjithëve. Çdo keqeverisje, çdo vendim i gabuar, çdo vendim i korruptuar, çdo abuzim me fondet publike sjell pasoja të pashmangshme më pas në natyrë. Dhe çdo projekt i cili manifestohet si problem në natyrë, zanafillën dhe problemin e ka shumë herët, e ka në korrupsion, e ka në keqeverisje dhe e ka në mos respektimin e të drejtës dhe të dëgjimit të qytetarëve. Rasti i aeroportit Florës është rasti më tipik i shpërfilljes totale të çdo lloj rregulli për mbrojtjen e natyrës, të çdo lloj zbatimi të ligjit, të çdo lloj konsultimi publik, pra një procedurë tërësisht autokratike ku praktikisht një njeri vetëm doli një herë në terren, pa një fush aty dhe tha unë këtu do bëj aeroport, pa pyetur nëse është zonë mbrojtur, pa pyetur nëse aty jetojnë banor, pa pyetur nëse aty ata njerëz varin jetën e tyre nga ato resurse natyrore. Dhe pikërisht ky është modeli që ne na sjell sot në shesh prej 81 ditësh për t'i thënë jo më këtij lloji modeli dhe kësaj mënyre qeverisje. Nuk dua t'ju mbingarkoj me detaje, por do ju them vetëm 2 fakte që ilustrojnë më së miri këtë aferë të tmerrshme që është aeroporti i Florës. U bë një studim fizibiliteti ku vendodhja ishte e përcaktuar që në fillim. Absurdi absurdeve, se si mund të përcaktohet vendodhja e një aeroporti pa bërë një vlerësim të paanshëm të disa lokacioneve, vetëm ata persona dhe ata emra që e kanë bërë atë studim mund ta dinë, dhe ata janë përgjigje sot e kësaj dite për gatimet që kanë bërë. Në vlerësimin e ndikimit mjedisor ishin 4 alternativa për lokacionin e aeroportit, dhe e dini 3 alternativa ishin jashtë zonës mbrojtur, dhe një alternativë ishte brenda zonës mbrojtur. Dhe e dini kush alternativë u zgjodh për të ndërtuar aeroporti? Pikërisht alternativë që ishte brenda zonës mbrojtur, sepse brenda zonës mbrojtur mund të sillen si të duan me pronën e përbashkët, me pronën publike, me pronën shtetërore, sepse këta kujtojnë se prona shtetërore u përket atyre dhe jo të gjithëve ne. Dhe ne jemi këtu prej 81 ditësh për të thënë që s'ka më në këtë mënyrë zhvillimi dhe nuk do ketë kur më si kjo mënyrë zhvillimi. Dhe na akuzojnë shpesh që jemi kundër zhvillimit. Na thonë, po dale se do zhvillohemi dhe ne si gjithë të tjerë. Absolutisht që nuk jemi kundër çdo lloj zhvillimi. Jemi kundër atij zhvillimi ndaj të cilit pasurohet një grusht i vogël njerëzish, ndërkohë që miliona të tjerë humbasin. Pikërisht to zhvillime të turizmit që ne sot po shohim në Bregdet, to zhvillime të turizmit që po na vrasin natyrën tonë, po na betonizojnë natyrën tonë dhe po vrasin dhe njerëzit madje. Dhe jemi këtu për t'i thënë që ky nuk është modeli i zhvillimit që ne kërkojmë. Modeli i zhvillimit duhet jetë për të gjithë. Mbrojtja e natyrës nuk është luks. Mbrojtja e natyrës është një nevojë për të gjithë ne. Me mbrojtjen e natyrës ne tregojmë që kemi një qeverisje të mirë. Nuk ka qeverisje në botë që mund ta bëj edukimin mirë, që mund ta bëj shëndetësinë mirë, që mund ta bëj transportin mirë dhe mos bëj mbrojtjen e mjedisit mirë. Janë të gjitha të lidhura së bashku. Pra me mbrojtjen e natyrës ne kemi një qeverisje të mirë. Dhe këtë duhet të tregoj kjo protestë dhe këtë duhet të tregoj ky sentiment kaq magjik që është vendosur tashmë prej 81 ditësh. Ju falenderoj.